Ndriçimi hyjnor. Shën Joani I shkallës, I quan humnere thellë, misteret e shenjta dhe urtësinë e Perëndisë. Për këtë arsye, ndërsa urtësia njerëzore mësohet nga njerëzit, urtësia hyjnore mësohet vetëm nga Perëndia dhe vetëm tek pak njerëz, tek ata që kanë besim të gjallë dhe vullnet të mirë. Ai që nuk mësoi prej njerëzve urtësinë e tyre, nuk do të mund kur ta kuptojë dhe ta përvetësoj atë. Ai që e mësoi prej Perëndisë urtësinë hyjnore, është në gjendje t'i kuptojë të gjitha, dhe hyjnoret dhe njerëzoret. Fryma e shenjtë është burim I çdo urtësie, sepse fryma heton çdo gjë, edhe të thellat e Perëndisë. Dhe ne nuk kemi marrë frymën e botës, por frymën që vjen nga Perëndia, që të njohim gjërat që na janë dhuruar falas nga Ai. Për këtë edhe flasim, por jo me fjalë të mësuara nga dituria njerëzore, por të mësuara nga fryma e shenjtë. 1 Korintasit, kapitulli 2, vargjet 10, 12 deri 13. Apostujt nuk u mësuan nga njerëzit, por pa pritur u mbushën të gjithë me frymën e shenjtë dhe filluan të flasin në gjuhë të tjera, ashtu si fryma e shenjtë u jepte të shpreheshin. Veprat e Apostujve, kapitulli 2, vargu 4. Dhe Zoti nuk hapi ndonjë libër që t'i mësonte nxënësit e tij, por u hapi mendjen që të kuptonin shkrimet. Luka, kapitulli 24, vargu 45. Prandaj nga ne kërkohet vetëm pranim I hirit të Perëndisë, domethënë vullnet I mirë, përpjekje shpirtërore dhe kërkim I vazhdueshëm I mëshirës dhe I ndriçimit të Perëndisë. Sipas masës së vullnetit dhe të përpjekjes shpirtërore të njeriut, vjen gradualisht ndriçimi I mendjes, dhe sipas masës së ndriçimit të mendjes, jepet hiri I Perëndisë, dhe sipas masës së pranimit dhe të përmbushjes së shpirtit me hirin hyjnor, realizohet bashkimi me Perëndin. Ai që u bashkua mendërisht me Zotin, është I bindur për shpëtimin e tij dhe I ngjallur para ngjalljes së përbashkët. Sa më shumë ushtrohet dikush, aq më shumë njeh dobësinë e tij, dhe sa më shumë njeh dobësinë e tij, aq më shumë pasurohet në përulësi dhe pendim. Dhe sa më shumë përfiton për ulësi dhe pendim, aq më shumë ndriçohet mendja e tij dhe konstaton se pa Zotin nuk është asgjë dhe nuk ka asgjë. Derisa të njohësh plotësisht veten tënde, derisa të vaditet shpirti yt me hirin e Perëndisë, derisa të ndriçohet mendja jote, derisa të pastrohesh nga pasionet, derisa të pajtohesh me Perëndin, derisa të bashkohesh përfundimisht me të, deri atëherë është e pamundur të jetosh pa hidhërim, pa frikë dhe pa dhimbje. Por kur të bashkohesh me Perëndin, frika dhe dhimbja do të shndrohen në gëzim dhe ngazëllim që tani
e gjerë në jetë.